Po besoj dëgjuat kryeministrin, i cili e përmendi që momentin që ti kemi të trajtuara këto 3 çështjet e para prioritare, pra që ishte konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë, votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe qeverisë, kryeministri do të fillojë pra konsultimet dhe diskutimet me subjektet e tjera në mënyrë që të tejkalohet pra edhe sfida e radhës që na pret, që është çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Sa i përket buxhetit, unë po besoj që kuvendit tash do duhet ishte, nuk kam informata, por besoj që do duhet ishin kryesia kuvendit si dhe grupet parlamentare në procesin e formimit të komisioneve parlamentare, gjë që e mundson pastaj fillimin e punimeve, sepse siç e dini komisionet parlamentare janë ato që shqyrtojnë projekt ligje dhe nismat e tjera, e që pastaj seanca e kuvendit i miraton. Shpresoj që të arrijnë të kryejnë gjitha procedurat e nevojshme në mënyrë që sot të kemi ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare si dhe miratimin në lexim të parë edhe të projektligjit të buxhetit. Për marrëveshjen ndërkombëtare nuk ka nevojë për lexim të dytë, pra ato hynë në fuqi më një herë, ndërkaq për buxhetin nevojitet edhe leximi i dytë, që po besoj do duhet të ndodhte në ditët në vijim, ndoshta javën e ardhshme, në mënyrë që të procedohet sa më parë dhe të kemi këtë sigurinë e miratimit apo pasjes së një buxheti vjetor. Sa i përket rishikimit, ka disa faktorë pra që na shtyn të iniciojmë një rishikim, dhe kjo nënkupton që fillimisht pra ka dikastere që janë ndarë, bashkuar apo kanë ndryshuar struktura e tyre, pra një pjesë e një ministri është diku tjetër, një ministri është ndarë në 2, apo forma të tjera të riorganizimit, e për më tepër ka edhe ministra, pra që janë të rinj ato dikastere që po besoj do duhet që edhe ata kanë nevojë që të shohin nëse ka nevojë për ndonjë ndryshim apo përmirësim, e për më tepër po flitet edhe për një buxhet pra që është dorëzuar në tetor të vitit kaluar, i hartuar qershor korrik dhe shtator pra gjatë vitit të kaluar, që ndërkohë mund të ketë pasur edhe ndryshim të dinamikës së punëve dhe mund të përshtatet. Këtu duhet kemi parasysh që ka edhe komuna pra që kanë ndryshuar kryetarët e komunave dhe ata besoj që do të kenë nevojën që të shohin nëse ka nevojë për ndonjë ndryshim. Janë synim dhe do të vinë së shpejti, siç e përmendi edhe kryeministri në fillim të mbledhjes, pra kjo mbledhje në kushte normale do duhet të ishte mbledhja ceremoniale, pra e fillimit të mandatit të qeverisë, por meqense kemi disa marrëveshje të cilat kanë pasur afat skadence, pra është nesër është skadimi afatit të marrëveshjes prej 90 milion eurove, ne është dashur që në këtë mbledhje pra ta shfrytëzojmë dhe ti miratojmë së paku këto çështjet financiare, ndërkaq në ndërkohë pra ministrat e ri, tani edhe ata që vazhdojnë, do t'i marrin përsipër detyrat në mënyrë që në mbledhjet e radhës pra të sjellim edhe vendimet që parashihen pra në ato top 5 vendime, sa më parë që është e mundshme, normalisht që për projekt ligje ka edhe procedura të konsultimeve që duhet të zhvillohen, por të gjitha këto shpresoj që do të bëhen në afat rekord dhe t'i sjellim sa më parë, pra patjetër që do të bëhen. Sa i përket planit të rritjes, pra siç e dini, është pagesa e parë parashihet të jetë avanci në vlerën prej 7% të vlerës së përgjithshme, pra që po besoj përkthehet diku tek 62 milion euro, ose parafërsisht aty. E siç parashihet me marrëveshje, pra gjysma e pagesës së disbursuar të parë, pra shkon në fondin apo kornizën për Ballkanin Perëndimor investive, ndërka gjysma tjetër vjen si mbështetje direkte buxhetore, pra që i bie të derdhet në thesar si mbështetje buxhetore e cila mund të shfrytëzohet nga Republika e Kosovës qysh tani. Ndërka pjesë të tjera pra vazhdojnë të lirohen apo të disbursohen, mundsohet disbursimi varësisht nga dinamika e zbatimit të reformave që kemi pra në pakon e reformave të dakorduara.